Miqeshori, dita ndërkombëtare e fëmijëve, është një ditë që neve na kujton rëndësinë e fëmijëve, edhe rëndësinë e aspektit psikologjik të fëmijëve, si ne të kujdesim për mirëqenien psikologjike të fëmijëve. Në perspektivën psikologjike, mirëqenia e fëmijëve varet shumë nga një ambient i sigurt i fëmijëve, nga një ambient i paqët edhe i mbështetës për fëmijët. Shumë shpesh prindërit na drejtojnë me pyetjen edhe psikologëve se si të kujdesemi për mirëqenien e fëmijëve. Shumë e lehtë dhe thjeshtë, me disa teknika të shkurtra që mundem t'ju a them sot juve këtu, është t'i dëgjojmë fëmijët, le t'i dëgjojmë fëmijët, t'i dëgjojmë interesat e tyre, dëshirat e tyre, brengat, shqetësimet, që ato ta ndjejnë prezencën tonë afër tyre. Pastaj të shprehim dashurinë edhe pranimin, t'i pranojmë fëmijët tonë ashtu siç janë, t'u krijojmë një ambient të sigurt, ambient pozitiv të fëmijëve, si dhe t'i inkurajojmë fëmijët që të zhvillohen. Teknologjinë atash në ditët e sotme nuk mundemi ta hekim totalisht nga fëmijët, mirë po neve mund të kujdesemi për kohën të cilën fëmijët e kalojnë në televizor, në teknologji, gjithashtu mundemi të kontrollojmë përmbajtjet të cilet ato i shohin aty. Prindërit munden që fëmijëve këtë kohë që ato e kalojnë nëpër teknologji të zvendësojnë me kohë të lirë, duke i dërguar ato nëpër aktivitete të lira, nëpër kurse, nëpër akademi verore, në sport e tjerë.